Deri më 30 korrik në vend janë konfirmuar 13 raste me ethetenilit perendimor, ndërsa në klinikën për sëmundje infektive vazhdojnë të trajtohen 10 pacient, prej të cilëve 3 janë në gjendje kritike. Për shkak të situatës aktuale epidemiologjike dhe bazuar në vlerësimin profesional të rrezikut, Ministria e Shëndetësisë ka obliguar Qendrën për Shëndet Publik Shkup të realizojë dezinsektim shtesë toksor adulticid kundër mushkonjave. Trajtimi i jashtëzakonshëm është kryer gjatë natës si masë shtesë parandaluese për të ulur rrezikun e përhapjes së infeksionit. Ministria thekson se së bashku me Institutin e Shëndetit Publik, Qendrat Rajonale të Shëndetit Publik dhe institucionet shëndetësore mbetet në koordinim të vazhdueshëm dhe do të informojë me kohë opinionin për çdo zhvillim të ri dhe masat e ndërmarra. Si pjesë e aktiviteteve parandaluese gjatë natës është realizuar edhe një dezinsektim shtesë kundër mushkonjave me qëllim uljen e rrezikut nga përhapja e mëtejme e infeksionit. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me institucionet kompetente dhe do të mbajë publikun të informuar për të gjitha zhvillimet e reja.